tilla vinë prej një liderit të LDK-s. Pse? LDK-n e njohim e para si parti institucionaliste, jo blokuse, pak më heret na dëgjum një rrëfim qysh zoti Rugova më njerë pas lufte përkundër që kishte një shumicë të konsolidume, vendosi për një qeveri të spektit gjanë, vetëm për shkakun që të uleshin tensionet dhe unë besoj që tensionet edhe armiqësia e sotme, armiqësia po themi thojza mes vetëvendosis edhe LDK-s, nuk është as përse afërmi asaj armiqësisë që ka qenë mes LDK-s edhe PDK-s. Pra, nëse e marrim si mesazh, nëse e marrim si mesazh të një liderit të LDK-s, i bie që nuk ka kurfar themeli si mesazh. Po, çka po shohim është që kjo LDK-ja e re është një kopje keqe e vetëvendosis dhe kjo është gabimi më strategjik që sot leadershipi LDK-s është e bë, se po shkojnë pas vetëvendosis, pas strategjisë që pas diskursit të saj në kuptimin edhe me veprime tash, veprime në kuptimin blokuse, nëse thuti nuk bëm as me juve, po as me opozitën, zbëm pjesë një qeveri me opozitën në rast se nuk na jep një kryeministin, normalisht që ky është pozicion blokus dhe kjo nuk ka qenë në natyren e LDK-s së përpashme. Unë mendoj që zoti Abigjiku me veprimet e tij është duke ja bë varrin LDK-s për arsye se pra, ju nuk besoni si Drenori që tha, po e bën më të mirën për LDK në këtë moment. Ky është opinioni jem. Duke qëndruar edhe një mandat në opozit, mund të pësoj dëmtimet të tjera, ose qarjet brendshme, që kuptim ja? LDK-ja shkon drejt humnerës, në rast se kemi përpara se cilin prej dy opsioneve. Nëse kemi një qeveri të opozitës, e cila, si që dim, do tjetë gjatë, vetëm deri në dimër, me që atëherë vjen pyetje zgjedhja e presidentit dhe dështimi për ta zgjedhë na çon në zgjedhje të reja, dhe e dyta, nëse LDK-ja metet në opozit. Pse? E para, njerëzit kanë besu se rënja e LDK-s para 4 vjetë ka qenë aksidentale. Ka qenë një aksident i cili ka më u korektu në zgjedhjet e ardhshme, shkun 4 vjetë, edhe çka pom është ndrimi i leadershipit të LDK-s. Ngritje lehtë. Edhe e pom këtë ngritje shumë të lehtë. Ideja... Po, a di që është ideja, nëse ti humb gjithçka edhe mbrin 3%, nuk është që tash jetë trefishu prej asaj që ke qenë paraprakisht. Modja do duhet të bëj me atë ku ke qenë edhe ku je sot. Krahasuar me rënjen e madhe, ngritja është kërkuntish. E dyta, spektaklin fushat. Njerëz kanë besu që LDK-ja është masovizu, edhe kur njerëz të kanë po atë imazh në ato takimet e LDK-s, me atë elektoratin që e ka bërë prej komunës në komunë, është kriju një farë bindje, një farë entuziazmi që LDK-ja është rritë dhe hajde tash të votojnë. Çka ndodhi është që ai imazh ka qenë fals, ai në një farë mënyre ka qenë gënjeshtër që i është bë elektoratit vet, edhe nesër nëse vinë zgjedhjet, moshe stadiumin e Prishtinës, me strategjit njëjtë, njerëz mos kanë me të besu ty se vërtet po masovizohesh. E treta, ka shumë rëndësi, njerëz e LDK-s, nëpërmjet kësaj që ka ndodhur, skandal që ka ndodhur gjatë zgjedhjeve, nëpërmjet vjedhjes së brendshme të votës, është kriju pakënaqësi e madhe brenda strukturës, edhe kjo me siguri që këto përqamje, këto dallimet të mëdha, veç janë shfaq, na i kemë, mos bëhemi që si kemi parë komunikimet e brendshme prej eksponentëve kryesor të kësaj partie, çfarë akuzash kanë bë, dhe këto normalisht që kanë efekte elektorati.
Edhe një gjë tjetër, një element tjetër, LDK-ja është subjekti i vetëm që ka mashtru elektoratin edhe me një element tjetër. I ka kandidu kryetarët e komunave që sot po dërhiqen. Pra e ka tratu besimin e një pjesë të elektoratit. Kështu që këto nëse që të gjitha këto që ka thonë bona kryeministër. Edhe ai po thotë nëse u mjepët mundësia, unë sot kam u bo kryeministër e lanë komunën e Mitrovicës. Absolutisht është paralele. Janë dy dome që i bojnë të mdhaja. Para thatë që në qofë se LDK-ja do të bashkoj me opozitën, gjë që dje veç u mbylla i kapitull, dhe e dyta thënë se rënë opozitë. Në fakt, unë këtu nuk u pajtova me juve, a me ndoni jo që LDK-ja sotme mund gjoni unifikim brenda për brenda grupit vetë parlamentar. Ty pas parasysh gjitha ato të lashe që dhe ju përmend pak zgjedhjet, fraksionet për shkak që ka pas pra ndryshim në udhëheqësi, janë gjendje që të marrën të unifikum një vendim që të bëjnë koalicion me vetë vendosjen? Këtu është e dyshimi im. Këto të kësha pas... Ska vendim se ka provu, LDK-ja se ka provu farë me ndonë këshili i përgjithshëm i partisë. Ato e ka bo një rreth ngusht, as kryesin se ka ftu për mi dho përgjigje Kurtit. E ka bo me nën kryetar, takimi i zotit Abdi Gjiu ka qenë veç me nën kryetar. Kështu që na... Kështu që këtu mund të mos pajtohemi për ata dhe... Na që ka përshohem është kjo, një rreth parit... Një reagim të... Nëse mundën të parit një reagim ndaj zotit Drenori, në fillim u referua që thash që ishte vetëm zgjedhja fjalëve, ndoshta ajo që ka qenë problematike, nuk ishte vetëm zgjedhja fjalëve, ishte fakti që ai mbyllte dyert për të gjitha partitë politike shqiptare në vend. Dhe asaj ju referova dhonë. Pra të thash që ka qenë fillim jo i mbar i tentativës për krimin e qeverisë. Në anën tjetër besoj që qysh prej përfundimit zgjedhjeve kemi pa... Pra, me një fjallë, thoni që derisa është fushat, lejohet çfarë do lloj gjuhë, po momentin që mbyllën kutit, do të ketë kujdes, se në fushat kemi dëgjuar gjëra dhe më trana. Nëse më pyet mua dhe në fushat duhet ketë kujdes, mirë, po nëse marrim parasysh përvojat paraprake në vendin tonë, atëherë kemi pa që gjatë fushatës mund të thuhet çdo gjë, mirë, po pas fushatës disi janë harruar. Në aspektin e reagimit të LDK-s ndaj ftesës së kryeministit Kurti, besoj që qysh me përfundimin e zgjedhjeve kemi pa një komunikim jo shumë të denjë nga LDK-ja. Ndoshta pak shumë, ndoshta në raste të caktuara edhe jo profesional. Besoj që në momentin kur flasim për të ardhmen e vendit tonë, të